Albert Einstein, 1879-1955. Albert Einstein, shkencëtari më i madh i shekullit të 20 dhe një nga mendjet më të ndritura të të gjitha kohrave, është i njohur më shumë për teorinë e relativitetit. Në të vërtetë, bëhet fjalë për dy teori: teoria speciale e relativitetit e formuluar në vitin 1905 dhe teoria e përgjithshme e relativitetit e formuluar në vitin 1915, e cila quhet dhe ligji i Einsteinit, por do të themi diçka për teorinë speciale. Çdo gjë është relative, është maksime e njohur. Teoria e Einsteinit nuk është përsëritje e këtij mendimi filozofik banal, por është një formulë saktë matematike për raportet midis pafundësive shkencore. Është e qartë se kuptimi subjektiv i kohës dhe i hapësirës varet nga njeriu. Para Einsteinit, besoi se pas perceptimeve subjektive ekzistojnë largësi reale dhe kohë absolute që mund të maten objektivisht me mjete të sakta. Teoria e Einsteinit sjell ndryshime rrënjësore në mendimin shkencor kur hedh poshtë ekzistencën e kohës absolute. Shembulli më poshtëm do të na tregojë se si teoria e tij e shndroi në mënyrë rrënjësore imagjinatën tonë për hapësirën. Marrim një anije kozmike X, që largohet nga toka me 100.000 kilometra në sekondë. Shpejtësia matet si brenda anijes, ashtu dhe në tokë. Vlerat përputhen. Në të njëjtën kohë, anija Y fluturon drejt X-it, por me një shpejtësi shumë të madhe. Në qoftë se matet nga toka, do të vihet re se anija Y largohet me një shpejtësi 180.000 kilometra në sekondë. Edhe matja në anijen Y jep të njëjtën vlerë. Kur të dy anijet lëvizin në të njëjtin drejtim, në vështrim të parë duket sikur ndryshimi i shpejtësisë së tyre është 80.000 kilometra në sekondë, dhe anija më shpejt largohet nga më e ngadalshmja, po me atë shpejtësi. Por sipas teorisë së Einsteinit, matjet e të dy anijeve që përputhen plotësisht tregojnë se largësia midis tyre rritet me shpejtësinë 100.000 kilometra në sekondë dhe jo me 80.000 kilometra në sekondë. Ky rezultat duket shumë absurd dhe lexuesi mund të mendojë se kemi të bëjmë me një lojë fjalësh gjuhësore ose me ndonjë gabim. Këtu nuk kemi të bëjmë as me ndonjë rastësi. Rezultati nuk është i lidhur me veçoritë e konstruksionit të anijeve dhe as me forcat që i vënë në lëvizje. Po ashtu, nuk bëhet fjalë për gabime në matje dhe as për defekte të matjes. Këtu nuk ka asnjë hile. Sipas Einsteinit, rezultati i fituar, që del shumë lehtë nga formula e tij për shpejtësinë, është pasojë vetëm e karakteristikës themelore të kohës, si dhe hapësirës. E gjithë kjo mund të duket shumë teorike. Me vite të tëra shumë vetë teorinë e relativitetit e quajtën si teori pa rëndësi praktike. Megjithatë, pas vitit 1945, pas hedhjes së bombave atomike në Hiroshima dhe Nagasaki, asnjëri nuk lejoi më një gabim të tillë. Një nga përfundimet e Einsteinit për relativitetin është se materia dhe energjia janë të drejtpeshuara, ndërsa raporti midis tyre shprehet me formulën E barazi mc në katror, ku E është energjia, m masa dhe c shpejtësia e dritës. Duke parë që c 300.000 kilometra në sekondë është një numër shumë i madh, atëherë c në katror, c herë c është çuditërisht i madh. Nga kjo del se shndrimi i pjesëshëm i sasive të vogla të materjes çliron sasi të jashtëzakonshme të energjisë. Por nuk është e mundur të ndërtohen bomba atomike apo të ndërtohen centrale atomike vetëm me ndihmën e formulës E barazi mc në katror. Nuk duhet harruar se dhe shkencëtarët e tjerë kanë luajtur rol të rëndësishëm për krijimin e energjisë atomike, por rëndësia e ndihmesës së Einsteinit është e pakundërshtueshme. Krahas kësaj, në letrën dërguar presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Roosevelt, në vitin 1939,
Einsteini vërtetoi mundësinë e ndërtimit të armës atomike, gjë që e nxiti atë ta prodhonte para Gjermanisë. Në sajt të kësaj letre lindi projekti Manhattan, rezultati të cilit ishte bomba atomike. Teoria speciale e relativitetit shkaktoi mosmarrveshje të mëdha, edhe pse të gjithë ishin të mendimit se ajo ishte oferta më e çuditshme që kishte ndodhur. Teoria e përgjithshme e relativitetit e Einsteinit si piknisje merr përfundimin se graviteti nuk është rezultat i forcave në kuptimin normal të fjalëve, por është rezultat i shformimit të vetë hapësirës, me të vërtet një mendim i çuditshëm. Si mund të matet shformimi i hapësirës? Ç'kuptohet kur thuhet se hapësira është e shformuar? Einsteini jo vetëm që e parashikoi këtë teori, por paraqiti me formulë të qartë matematike bazën me anën e së cilës mund të bëhen parashikime kategorike që vërtetojnë teorinë. Shkencëtarët skrupuloz midis tyre dhe ata që merreshin me errësimin e plotë të diellit, me shumë vështirësi e vërtetuan të vërtetën e formulës së Einsteinit. Teoria e përgjithshme e relativitetit dallon në disa drejtime nga tërë ligjet e tjera shkencore. Para së gjithash, Einsteini nuk e realizoi teorinë e tij në bazë të eksperimenteve të zhvilluara por fal simetrisë dhe elegancës matematike dhe organizimit racional. Ashtu si vepronin filozofët antik dhe skolastikët e mesjetës. Kjo është në kundërshtim me metodat kryesore empirike të shkencës moderne. Ndërsa mendjet antike, duke kërkuar bukurinë dhe simetrinë, nuk arritën asnjëherë të zbulonin teorinë mekanike që do të përballonte provën eksperimentale. Einsteini përballoi me sukses të gjitha provat eksperimentale. Teoria e përgjithshme e relativitetit sipas pohimit të përgjithshëm është teoria më e mirë, më elegante, më e fortë dhe menduar më thellë nga të gjitha teoritë e tjera shkencore. Teorinë e relativitetit e zbukuron dhe një dhënë tjetër. Me sa jemi në dieni, teoria e përgjithshme e relativitetit nuk ka përjashtime. Praktikisht nuk ka situata teorike apo eksperimentale që ajo të provohet me afërsi nëse është e saktë. Përpjekjet eksperimentale në të ardhmen mund të turbullojnë qartësinë e përsosur të saj. Megjithatë, edhe sot, teoria e përgjithshme e relativitetit mbetet më pranë së vërtetës absolute të arrirë nga çdo shkencëtar. Edhe pse Einsteini njihet më tepër për teorinë e relativitetit, arritjet e tjera shkencore të tij janë gjithashtu të mjaftueshme për ta vendosur emrin e tij ndër njerëzit më të shquar. Në të vërtetë, çmimi Nobel në fizik Einsteini e mori për sqarimin që i bëri efektit fotoelektrik, një arritje e rëndësishme që i hutoi për një kohë të gjatë fizikanët. Në të ai flet për qëndrueshmërinë e fotoneve, thërmiave të dritës. Duke u mbështetur në faktin që më parë ishte vërtetuar eksperimentalisht se drita përbëhet prej valve elektromagnetike, ndërsa mendoi se valët dhe grincat ishin koncepte të papajtueshme, hipoteza e Einsteinit ka zbatime të thella, deri dhe shpërthim paradoksal në teorinë klasike. Teza e tij për fotonet gjen zbatim praktik, provon dhe ndikon vendosmërisht në zhvillimin e teorisë kuantike, e cila sot është e domosdoshme. Në vlerësimin e rëndësisë së Einsteinit, krahasimi me Newtonin mund të jetë karakteristik. Teoritë e Newtonit të marra në përgjithësi kuptohen lehtë, dhe merita e tij është se ai ishte i pari që i zbuloi ato. Nga ana tjetër, dy teoritë e relativitetit të Einsteinit kuptohen me shumë vështirësi, madje edhe kur dëgjohen me shumë vëmendje. Në situatat kur ndonjë nga ligjet e Newtonit ishte në kundërshtim me arritjet e deri atëhershme shkencore, të dhënat e tij teorike ishin gjithmonë logjike. Përballë kësaj, teoria e relativitetit zjen nga paradoksi.
Në fillim, kur pikpamjet e Einsteinit ishin hipotezat të pavërtetuara të një teoriu çfarëdo, dukuritë kontradiktore nuk e dëshpëruan dhe as e detyruan të tërhiqej. Pikërisht ky ishte elementi i genialitetit të tij. Përballë kësaj, ai për së dyti dhe me vëmendje i studioi me themel hipotezat e tij, derisa arriti të tregonte se ato kundërshti ishin vetëm fantazi dhe se gjithnjë gjendet në mënyra e saktë, edhe pse e ndërlikuar për të zgjidhur njërin ose tjetrin paradoks. Sot mendohet se teoria e Einsteinit në thelb është më e saktë nga ajo e Newtonit. Atëherë pse e vëm Einsteinin pas Newtonit? Para së gjithash, për atë që ligjet e Newtonit vendosën bazat e shkencës dhe teknikës bashkëkohore. Ekziston dhe një faktor tjetër që përcakton vendin e Einsteinit në këtë libër. Në shumicën e rasteve jo një, por shumë shkencëtarë kanë sjellë ndonjë ide të rëndësishme për zhvillimin e shoqërisë. Merita për zbulimin e teorisë së relativitetit mund të mos i takojë plotësisht Einsteinit, por kryesisht i takon atij. Është me vend të themi që në krahasim me ide të tjera të mëdha, dy teoritë e relativitetit janë vepër e një gjeniu të jashtëzakonshëm. Einsteini është lindur në vitin 1879 në Ulm të Gjermanisë. Gjimnazin e kreu në Zvicër dhe në vitin 1900 u bë shtetas zviceran. Në vitin 1905 mbrojti disertacionin për doktoratur në Universitetin e Zyrihut, por nuk fitoi vendin e mësuesit. Të njëjtin vit botoi punimet për teorinë speciale të relativitetit, për efektin fotoelektrik dhe lëvizjen e valve. Vetëm pas disa vitesh këto punime, e veçanërisht teoria e relativitetit, vërtetuan se Einsteini ishte shkencëtari më i shkëlqyer dhe më origjinal i botës. Teoritë e tij shkaktuan diskutime të zjarrta. Nuk ka shkencëtar tjetër në kohrat më të reja, me përjashtim të Darwinit, që të ketë shkaktuar kaq diskutime dhe debate me teoritë e tij. Si rrjedhim e gjithë kësaj, në vitin 1913, Einsteini u emërua profesor në Universitetin e Berlinit, drejtor në Institutin e Fizikës dhe antar i Akademisë së Shkencave të Prusisë. Këto funksione i dhanë mundësinë për t'u kushtuar kryesisht punës shkencore. Qeveritarët gjerman nuk kishin arsye të ankoheshin për favoret e krijuara Einsteinit, sepse vetëm pas 2 vitesh ai formuloi me sukses teorinë e përgjithshme të relativitetit dhe në vitin 1921 u nderua me çmimin Nobel. Në gjysmën e dytë të jetës, fama e tij u përhap në tërë botën. Ai mund të jetë dhe shkencëtari më i njohur të gjitha kohrave. Me ardhjen e Hitlerit në fuqi, pozitat e Einsteinit, që ishte hebre, u ndërlikuan në Gjermani. Në vitin 1933 u strehua në Princeton, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku pranua në punë në Institutin e Studimeve të Përparuara. Në vitin 1940 mori shtetësinë amerikane. Martesa e parë e Einsteinit përfundoi me shkurorzim. E dyta ishte me fat. Pati 2 fëmijë e të 2 djemë. Einsteini vdiq në Princeton në vitin 1955. Einsteini interesoi vazhdimisht dhe për shoqërinë, duke shfaqur shpesh mendimet e veta për probleme politike. Deri në fund të jetës ai ka qenë kundërshtar i tiranisë politike. Si temperament ishte i dashur dhe përkrahas i sionizmit. Në të veshurin e përditshëm ishte origjinal. Gjatë komunikimit ishte i thjesht dhe me një humor të hollë. Përdorte pak edhe violinë. Epigrafi mbi varrin e Newtonit mund të flasë më shumë për Einsteinin. Të vdekurit e zakonshëm të gëzohen që gjenia njerëzore ka patur një stoli të tillë të shkëlqyer.